Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari prezantoi sot në mbledhjen e përbashkët të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike me Komisionin për Nismat Qytetare raportin vjetor të Ministrisë së Drejtësisë mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2024. Gjatë prezantimit, Lamallari tha se gjatë 2024 ka patur një rritje të numrit të hetimeve. Rritja më e lartë është regjistruar sipas tij në hetimet proaktive. Ministri tha se gjatë 2024 është regjistruar vlerë domethënëse e pasurive të konfiskuara, e cila përkon me 60% rritje në raport me një vit më parë. Këtu kërkohet kontroll më i rrept i integritetit të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, forcimi i etikës profesionale dhe funksionimi i plotë i sistemit elektronik të ndarjes së çështjeve për të garantuar pamësi dhe besim të publikut. Së katërta, rritja e eficiencës dhe kapaciteteve institucionale. Këtu, duke u fokusuar të krijimi seksionet të specializuar për hetime komplekse, trajnime të vazhdueshme për prokurorët dhe OPG-t, si dhe bashkëpunim më i ngushtë me shkollën e magjistraturës dhe partnerët ndërkombëtar për përmirësimin e njohurive teknike dhe teknologjike. Së fundi, por jo për nga rëndësia, përdorimi i metodave bashkëkohore dhe bashkëpunimi ndërinstitucional. Zgjerimi i përdorimit të inteligjencës artificiale dhe mjeteve digjitale në hetime, kryesisht në hetime proaktive, ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore me partnerët e vendeve anëtare të Unionit Evropian, si dhe intensifikimi i shkëmbimit të dhënave me institucionet ligjbatuese brenda vendit, por edhe ato ndërkombëtare, kryesisht Europol, Eurojust e tjerë. Ndërkohë, Lamallari tha se do të ndërtohen godina të reja për prokuroritë dhe gjykatat dhe se ka nisur puna me identifikimin fillimisht të atyre godinave që kanë nevojë imediate për ndërhyrje. Ministri u shpreh se nuk ka një afat për ndërtimin e këtyre godinave, ndërsa theksoi se ka edhe një grup pune që do të punojë mbi planin e miratuar nga KLG për sigurinë në gjykata.